Shqiptarët nga të gjitha vendet përreth Kosova, Shqipëria, po edhe nga vendi u mblodhën në sheshin Skënderbeu për të kërkuar drejtësi dhe liri për çlirimtarët dhe komandantët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që po gjykohen tash e 5 vite në gjykatën speciale në Hag. Para qindra e mijëra shqiptarëve folën eksponent të lartë të ushtrisë çlirimtare e që janë aktiv në skenën politike dhe jo vetëm. Në skenën gjithësisht themelues i dy ushtrive çlirimtare, asaj të Kosovës dhe të Maqedonisë. Ali Ahmeti deklaroi që lufta e ushtrisë çlirimtare ka qenë e pastër dhe nuk mund të njolloset me histori të trilluara si ajo e shtëpisë së verdhë. Ushtria çlirimtare e Kosovës është palli vetën ushtri e popullit vullnetare që lufton për lirinë e popullit të vet. Është një vërtetë e madhe që objektivin final nuk e arritëm për të ndërtuar hierarhin. Prandaj, nuk do deshim që akuzat që bëhen për shpinë e verë, akuzat që bëhen për ndërmarrje të përbashkët kriminale, të njollosin historinë e luftës çlirimtare. Para qytetarëve të shumë të ardhur nga të gjitha trojet foli përfaqësuesi i ardhur nga Shqipëria Azgan Haklaj në fjalimin e tij. Haklaj tha se nuk ka njeri në faqen e dheut që mund ta njollosë UÇK-n dhe luftën e saj të pastër për liri. Prandaj askush nuk mund të njollosë UÇK-n e lavdishme. Ajo me gjakun e saj në shkruaj lavdin më të madhe në historinë tonë, pas shkohet së Skënderbeut, pas epokës se lidhja shqiptare të Prizrenit është epoka më e ndritur, epoka ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Para qindra protestuesve foli edhe e bie e komandantit të ndjerë nga Struga Nuri Mazari, Shqipdona Mazari, tha se lufta e UÇK-s ishte e pastër dhe kishte për qëllim që të mbronte një komb i cili rrezikonte të shndrohet në një statistikë harrese. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe të gjitha ata që u rrështuan në anën e drejtë të historisë, nuk luftuan për privilegje, poste apo lëvdi të reme. Ata luftuan që asnjë nën shqiptare të mos e fshihte fëmijën në sqetur nga frika e zhdukjes, që çdo fëmijë i Kosovës të kishte të drejtën elementare të qenit i lirë në vendin e tij. Kryetari OVL UÇK-s, Hysni Gucati, foli për shtëpinë e verdhë, tha se si objekt shtëpia mund të ekzistojë në Shqipëri, megjithatë në të njëjtën mohoj të jenë bërë krime dhe transplantet e organeve nga UÇK-ja. I tregojmë Trëndafilovëve se ushtria çlirimtare e Kosovës buron, lind dhe vepron nga populli. Ato populli e rriti, populli e mbrojti dhe populli sot është mbrapa tyne. Ne sot kërkojmë drejtësi. Jo drejtësi politike, ajo gjykatë më shumë është drejtësi politike dhe ngjan gjykatat të ish Jugosllavisë të sistemit të kaluar të Titos. Në protest morën pjesë shumë figura të njohura politike dhe komandantë të zonave të ndryshme, po edhe qytetarë të cilët i intervistoi televizioni Shenja. Mesazhi është që liria të ndodhë sa më shpejt për çlirimtarët tanë, edhe zotit që çlirohen e të jetojnë prapë siç kanë jetuar më herët. Ushtria çlirimtare është shumë e rëndësishme për popullin shqiptar, sepse folët e mbe na thot po jetojnë lirë, edhe po protestojnë ku që në Shkup. Ne i themi speciale që ma, qka është mjaft, ata burrat të kombit dhe të dheut, në të vinë në familjet e tire, në të vinë të toka e tire, që i dhanë mund sakrifis dhe i dhanë liri dhe plus i dhanë dhe pavarësin e shtetit Kosovës. Rusia onë është me të regu botës se ta pa marë batërësisht një kyqin e Hagës dhe urem sa bashkë me të kthejnë në vend në tyre. Protesta kaloi e qetë pas një incident e nga Ministria e Punëve të Brendshme për televizionin Shenja konfirmuan se dita ka qenë e qetë një ashtu edhe në kufi dhe asnjë ish përfaqësues i ushtrisë çlirimtare nuk është arrestuar e ndaluar.